Ka dokumente që nuk duhej të kishin ekzistuar kurrë. Në mbrëmjen e 12 shtatorit të vitit 1998, kur gjithçka u shemb vetëm pak hapa larg selisë së Partisë Demokratike në Tiranë, diku në sirtarët e shërbimit sekret të shtetit fjetën të heshtura disa flet me 3 emra. 3 emra nga një rreth i largët malor, nga tropoja e thepisur, ku besa dhe hakmarrja ende ndajnë të gjallët nga të vdekurit. Ato flet ishin aq të ndjeshme, sa shumë prej atyre që duhej t'i dinin, nuk i dinin kurrë. Dhe pikërisht kur historia kishte më shumë nevojë për të vërtetën, faqe të tëra prej atyre dosjeve u zhdukën pa lënë gjurmë. Kush i mori? Çfarë fshehen ato letra që kushtuan një jetë? Sonte hapim arkivat e mbyllura për të kuptuar se si fundi i një njeriu të vetëm ndryshoi peshorën e pushtetit në një vend të tërë. Ai njeri quhej Azem Hajdari. Vetëm 8 vjet para asaj mbrëmjeje, ai kishte qenë zëri që i hapi derën e lirisë një kombi të mbyllur prej dekadash pas tela me gjemba. Ishte djaloshi i tropojës që ngjiti shkallët e historisë kur askush tjetër nuk guxonte. Ishte tribuni që e bëri parlamentin të dridhej nga fjalimet e tij, miku i studentëve, themeluesi i parë i opozitës. Dhe ishte, në fund, njeriu i shënuar prej vdekjes që ditën e parë kur ngriti zërin. 35 vjeç ishte kur udha e tij u ndërpre. Aq i ri sa shumica nuk e kishin mbushur as gjysmën e jetës, dhe megjithatë mjaft i madh sa në kurrizin e tij rëndonte fati i një epoke të tërë. Ka një pyetje që ndjek këtë histori prej më shumë se 25 vjetësh, një pyetje që asnjë gjykat, asnjë qeveri, asnjë dosje e verdhuar nga koha nuk ka mundur ta mbyllë plotësisht. Kujt i hyri në punë vdekja e tij? Kush u ngrit më lart pikërisht atëherë kur ai ra? Sepse në politik, ashtu si në tregëtinë e errët të pushtetit, asgjë nuk ndodh pa një përfitues. Dhe brenda pak ditësh nga ajo mbrëmje e shtatorit, një qeveri e tërë do të rrëzohej, ndërsa emrat e atyre që fituan nga rënia e saj do të mbeteshin gjysmë në hije e gjysmë në dridhë. A ishte rastësi? A ishte hakmarrje malore, siç do të thoshte më vonë drejtësia? Apo ishte një veprim i ftohtë e i menduar mirë, hallka e parë e një zinxhiri që të çonte nga trotuari i përgjakur drejt zyrave të reja të pushtetit? Para se të kërkojmë përgjigjen, duhet të kthehemi atje ku gjithçka nisi. Po a jeni gati të dëgjoni një histori ku heroi dhe tradhtia ecin krah për krah? Ktheni akrepat e orës 8 vjet pas, në një natë të ftohtë dimri. Ishte 8 dhjetor i vitit 1990 dhe Shqipëria ishte ende vendi më i mbyllur i kontinentit, ishte kolonia e fundit e Frikës në Europë. Drita mungonte prej ditësh në godinat e qytetit studenti në Tiranë, ato pallate gri ku flinin e ëndërronin të rinjt e universitetit. Atë mbrëmje ishte premtuar se rryma do të kthehej rreth orës 9. Por në orën kur duhej të ndizeshin llambat, u ndes diçka tjetër, diçka që nuk do të shuhej më kurrë. Rreth 300 student dolën nga godinat në errësirë dhe nisën të lëviznin drejt qendrës së qytetës së tyre. Thirrjet e para ishin të turbullta, gati të frikësuara, sepse askush nuk e dinte se ç'do të vinte pas guximit. E megjithatë, ato thirrje u bën gjithnjë e më të qarta, derisa u shndërruan në 2 fjalë që do të coptonin një epokë 46 vjeçare, liri dhe demokraci. Në mes të asaj turme, midis dridhjes së frikës dhe zjarrit të shpresës, dalloi një figurë. Ishte një student i fakultetit të filozofisë, 27 vjeç, i ardhur nga malet e tropojës, nga Bajram Curri. E quanin Azem Hajdari. Me kërkesë të vetë shokëve të tij, atë natë ai u shpall udhëheqës i lëvizjes. Nuk kishte zgjedhje, nuk kishte fushatë, nuk kishte premtime. Kishte vetëm kurajen e papërmbajtshme të një djaloshi që, kur të tjerët nguronin, dilte përpara dhe e thoshte me zë të lartë atë që mira e mbanin të mbyllur me brav në gjoks. Ndërsa ai bëhej zëri i një kombi, larg në tropoj familja e tij nuk dinte asgjë. Gruaja e tij, kur u kthye nga puna, mësoi vetëm se policia kishte bërë një kontroll të hollësishëm në shtëpinë e saj. Kështu nisi gjithçka. Pa lavdi, pa tapete të kuqe, vetëm me një natë të bardhë frike dhe një emër që sapo kishte hyrë në librin e historisë. Ato ditë e 9 të dhjetorit nuk ishin thjesht fundi i një viti në kalendar. Ishin fundi i një bote. Lëvizja studentore nuk pati në krye një general, por një grusht të rinj me karakter të fortë, që guxuan të dënonin hapur regjimin përpara mira shokëve të tyre. Ndërta dilte më i spikaturi Azem Hajdari, me ata fjalime të ndezura që i jepnin guxim atij që dridhej. Roli i tyre ishte më shumë frymëzues se sa komandues, ishte kuraj para një frike që rëndonte mbi të gjithë.
Në shkallët e qytetës u ulën edhe intelektual të kohës, midis tyre një mjek i quajtur Sali Berisha, që erdhi që në ditët e para. Ai u përpoq fillimisht t'i qetësonte studentët, t'i binte të ktheheshin në auditore, duke folur në emër të pushtetit që po lëkundej. Aso kohë askush nuk e merrte me mend se rrugët e këtyre dy burrave, e studentit nga Tropoja dhe e mjekut nga Tropoja, do të ndërthureshin për 8 vjet me radhë në një lidhje besimi e dyshimi, vëllazërie e thyrjeje, derisa njëri prej tyre të mbetej në trotuar dhe tjetri të ngrihej në majën e shtetit. Brenda pak ditësh, e pamundura u bë e mundur. I friksuar nga turma që rritej dhe nga hija e një kryengritjeje popullore, udhëheqësi komunist Ramiz Alia u detyrua të pranonte atë që dukej e paimagjinueshme, pluralizmin politik. Më pas, nga ajo lëvizje lindi partia e parë opozitare e vendit pas luftës së dytë botërore, Partia Demokratike. Dhe Azem Hajdari, djaloshi që e shpallën udhëheqës në errësirë, u bë një nga themeluesit e saj, kryetari i komitetit nismëtar, fytyra e parë e një ideje që do të ndryshonte gjithçka. Ai ishte vetëm 27 vjeç dhe tashmë mbante mbi supe peshën e një kombi që po zgjohej. Por çdo zgjim ka çmimin e vet dhe çmimi i lirisë, në një vend ku armiqtë e dieshëm vetëm ndëruan maska e mbetën në pushtet, do të paguhej me gjak. A e dinte ai, atë natë të bardhë të dhjetorit, se po hapte jo vetëm derën e demokracisë, por edhe derën e fatit të vet tragjik? Imagjinoni një burr, zëri i të cilit mund të heshte një sallë të tërë me një fjali të vetme, dhe që megjithatë nuk arriti kur ta heshte zhurmën e kërcënimeve që e ndoqën deri në fund. Ai që e ka njohur nga afër, e kujton ende me një dridhje në zë, edhe pas gjithë këtyre viteve. Azem Hajdari nuk ishte një politikan i zakonshëm, prej atyre që zgjedhin fjalët me kujdes e flasin gjysmë. Ai ishte tribun në kuptimin e vjetër, të lashtë të fjalës, një orator që e ngrinte sallën në këmbë ose e linte pa frym. Në parlamentin shqiptar të viteve 90, kur ngrihej Azem Hajdari, askush nuk shite nga ora. E donin ose e urrenin, por askush nuk mund ta shpërfillte. Çfarë dinte ky njeri që shumë të tjerë nuk donin ta dëgjonin? Dhe pse që ditën e parë kur ngriti zërin, dikush vendosi se ai duhej heshtur përgjithmonë? Pas natës së bardhë të dhjetorit, jeta e tij u bë publike në çdo cep. Ai mbaroi studimet për filozofi në Universitetin e Tiranës në vitin 1993 dhe 2 vjet më vonë u diplomua edhe për drejtësi. Por libra dhe diploma ishin vetëm gjysma e tij. Gjysma tjetër ishte rruga, sheshi, mikrofoni. U zgjodh deputet që në vitin 1991 dhe mbeti i tillë deri në fund. Drejtoi për vite me radhë Komisionin Parlamentar të Rendit dhe të Shërbimit Informativ, e më pas Komisionin e Mbrojtjes. Ishte njeriu që fliste për gjërat për të cilat të tjerët heshtnin, korrupsionin, lidhjet e errëta të pushtetit, hakmarrjen e fshehur pas maskës së ligjit. Ai u bë gjithashtu kryetari i sindikatave të pavarura, mbrojtës i punëtorëve dhe njëkohësisht president i një prej klubeve më të vjetra sportive të vendit. Kudo ku kishte zë për të ngritur, aty ishte edhe Azemi. Po sa zëra kishin nisur tashmë të pëshpërisnin se ai po fliste shumë? Kërcënimet nuk erdhën në fund, kur ai ishte tashmë i fuqishëm. Ato erdhën që në fillim, kur ishte ende vetëm një student që kishte guxuar. Më 22 mars të vitit 1991, vetëm pak muaj pas natës që ndryshoi gjithçka, atij i mbërriti një pako. Brenda saj nuk kishte dhurata. Kishte një kokë gjeli të prerë dhe një letër të shkruar me gjak. Fjalët ishin të shkurtra dhe të ftohta si teu i një thike, Azem Hajdari, je dënuar me vdekje. Vetëm imagjinoni se çfarë do të thotë të hapësh një pako të tillë në moshën 28 vjeç, kur ke ende gjithë jetën përpara, kur sapo ke ndihmuar të lind liria e një vendi të tërë. Shumë do të kishin hequr dorë. Shumë do të ishin tërhequr në heshtje, do të kishin zgjedhur jetën e qetë. Azemi jo. Ai e mbajti atë kërcënim si një stem të zezë mbi gjoks dhe vazhdoi përpara, sikur ti kishte thënë vdekjes, po deshe të më marrësh, do të kushtoj shtrenjë. Që nga ai çast, mbi jetën e tij ra një hije që nuk u shit më kurrë. Disa thonë se ai e dinte gjithmonë se si do të mbaronte. Se e ndjente ashtu si dikush ndjen në ajër erën e stuhisë shumë para se të bjerë shiu i parë. Mes shokëve, ndonjëherë ai fliste për vdekjen me një qetësi që të ngrinte, sikur të bisedonte për një udhëtim të planifikuar prej kohësh. E megjithatë, çdo mëngjes ngrihej dhe dilte përsëri në shesh, përsëri në parlament, përsëri para mikrofonit. Sepse për të, frika ishte një luks që një udhëheqës nuk mund ta përballonte.
Tropoja e kishte mësuar diçka që qytetet e harrojnë shpejt, se ka gjëra më të rënda se vdekja dhe njëra prej tyre është të jetosh në gjunjë. Por nëse kërcënimet kishin nisur që në vitin 91 dhe nëse dikush e kishte dënuar me vdekje shumë vite para mbrëmjes fatale, atëherë lind një pyetje që na ndjek si hije gjatë gjithë kësaj historie. Sa duar kishte vërtet Dora që 7 vjet më vonë do ta ndalonte përgjithmonë zemrën e tij? Çfarë dinte familja e tij për atë që po ndodhte vërtet? Ka një botë që kamerat nuk e shohin kurrë, një botë pas derës së mbyllur të shtëpisë, ku tribuni i ngjirur nga fjalimet bëhet thjesht baba, burr, njeri i lodhur që kërkon pak qetësi. Azem Hajdari kishte një grua, Fatmirën, dhe fëmijë që rriteshin nën hijen e një emri shumë të madh për supe kaq të vogla. Ai që e ka njohur në shtëpi e kujton si një njeri krejt të ndryshëm nga ai i sheshit, të butë, plot shaka, që i merrte fëmijët në krah sikur bota jashtë nuk ekzistonte. Por bota jashtë ekzistonte dhe ajo trokiste gjithnjë e më fort në xhamat e dritareve. Sepse kur kërcënojnë një njeri publik, në të vërtetë kërcënojnë gjithë ata që e duan. Dhe çmimin më të rënd, shpesh, nuk e paguan ai që qëndron në shesh, por ata që e presin natën të kthehet në shtëpi. Familja jetonte me një frikë që ishte bërë e zakonshme, gati e padukshme, ashtu siç njeriu mësohet me zhurmën e një ore muri. Çdo herë që Azemi dilte nga shtëpia, mbetej pas tij një pyetje pa zë: a do të kthehet sonte? Fatmira e mbante atë pyetje për vete, sepse e dinte mirë se burri i saj nuk do të ndalej kurrë, dhe se ti kërkoje të ndalej do të thoshte ti kërkoje të mos ishte më vetvetja. Ata kishin 2 fëmijë që e dinin se babai i tyre ishte njeri i rëndësishëm, por që ishin ende shumë të vegjël për të kuptuar pse të rriturit ulnin zërin kur fliste telefoni. Dhe kishte një fëmijë të tretë që as nuk kishte lindur ende. Një djalë që do të vinte në jetë vetëm pak muaj pasi babai i tij të ishte larguar përgjithmonë dhe që do të mbante të njëjtin emër, Azem, sikur fati të kishte dashur që zëri i tatit të mos shuhej kurrë krejtësisht. Mendoni për një çast se çfarë do të thotë të rritesh me një emër që është njëkohësisht nder dhe barr. Vajza e tij, Rudina, do të rritej duke dëgjuar për baban e saj jo nga vet ai, por nga librat, nga gazetat, nga fjalimet e të tjerëve mbi varrin e tij. Shumë vite më vonë, edhe ajo do të hynte në politikë, do të ulej në të njëjtin parlament ku dikur kumbonte zëri i tatit, sikur të kërkonte të mbaronte një bisedë që ishte ndërprerë në mes. Por kjo do të vinte më pas, shumë më pas. Atë verë të vitit 1998, ata ishin ende thjesht një familje që shpresonte, kundër çdo logjike, se stuhia do të kalonte pa i prekur. A e ndjente Azem Hajdari, kur i puthte fëmijët para se të dilte, peshën e asaj që po u linte pas? A e dinte se po u jepte si trashëgimi jo vetëm një emër të nderuar, por edhe një pyetje që do t'i ndiqte gjithë jetën? Për ta kuptuar Azem Hajdarin, duhet të kuptosh malet që e lindën. Ka vende ku ligji shkruhet në letër dhe ka vende ku ligji shkruhet në gjak e në kujtesë. Tropoja, ajo cep e thepisur e veriut shqiptar, ishte e dyta. Atje, mbi maja shkëmbore ku reja varet ulet mbi fshatra të harruar nga koha, jeta ende rregullohej nga kode të lashtë, besa, fjala e dhënë që as vdekja nuk e thyen, dhe hakmarrja, ai zinxhiri i përgjakur që kalon brez pas brezi e nuk falet kurrë. Azemi u rrit në këtë botë, ku burri matet me kurajen dhe ku të tërhiqesh përpara rrezikut është turp më i rënd se vetë vdekja. Pikërisht këtu duhet kërkuar burimi i asaj guximi të çuditshëm që e bëri të dilte përpara turmës atë natë dhjetori. Por pikërisht këtu, gjithashtu, fle një hije e errët, sepse bota e besës dhe e hakmarrjes nuk e harron asnjë borxh, dhe ndonjëherë borxhet e maleve ndjekin njerëzit deri në trotuaret e kryeqytetit. Nga këto male erdhi në Tiranë një djalë i varfër, nga një familje punëtore që nuk kishte as emër të madh, as pasuri, as miq në pushtet. Gjithçka që kishte ishte zëri dhe kurajen për ta përdorur. Kjo e bëri atë mbrojtësinë e natyrshëm të dobëtve. Kur u bë kryetari i sindikatave të pavarura, ai nuk e bëri për titull. Ai e ndjente vërtet dhimbjen e punëtorit që nuk merrte pagën, të minatorit që zbriste në errësirë për një grusht lek, të njeriut të thjesht që pushteti e shite si numër e jo si njeri. Ndërsa shumë politikan mësonin gjuhën e re të parave dhe të interesave, Azemi mbeti, në thelb, djaloshi i tropojës që besonte se fjala e dhënë popullit ishte besë, dhe se ta thyje atë ishte tradhtia më e rëndë. Po a mund të mbjetonte një njeri i tillë, kaq i drejt për drejt, kaq i papërkulur, në një lojë ku shumica kishin mësuar prej kohësh se si të përkuleshin? Kishte edhe një kauz tjetër që i diqte zemrën, përtej kufive të vendit të vet Kosova.
Ndërsa shqiptarët në Shqipëri sapo kishin nisur të merrnin frymë në liri, vëllezërit e tyre matan kufirit jetonin ende në një pushtim të rëndë. Azem Hajdari ishte ndër zërat më të fortë për çështjen e Kosovës, mik i ngushtë i udhëheqësit kosovar Ibrahim Rugova, dhe i kushtoi shumë kohë e energji asaj lufte për liri e pavarësi. Për të, liria nuk mund të coptohej në kufi. Ose ishte e tërë, ose nuk ishte fare. Kjo bindje e bënte edhe më të rrezikshëm në sytë e atyre që preferonin ujërat e qeta, marrëveshjet në heshtje, kompromiset e errëta të fitimit. Sepse një njeri që nuk shitet, një njeri që e ka besën më të shtrenjtë se jetën, është gjithmonë problemi më i madh për ata që duan të blejnë gjithçka. Sa armiq fitohen, vallë, kur refuzon të heshtësh edhe një herë të vetme? Kujtoni të fundit njeri që keni besuar plotësisht. Tani imagjinoni se ai njeri kthehet kundër jush në ditën tuaj më të zezë. Diçka e ngjashme rëndonte mbi gjithë jetën politike shqiptare të atyre viteve, ku miqësitë ktheheshin në armiqësi brenda një nate dhe ku askush nuk e dinte me siguri se kush qëndronte vërtet pas tij. Viti 1997 e kishte lënë vendin në gërmadha. Skemat piramidale, ato premtime të çmendura për pasurim të shpejtë, ishin shembur dhe kishin marrë me vete kursimet e mira familjeve. I tërë vendi ishte ngritur në revolt, depo armësh ishin çelur dhe Shqipëria kishte qenë vetëm një hap larg luftës civile. Nga ai kaos, Partia Socialiste e Fatos Nanos kishte ardhur në pushtet, ndërsa Partia Demokratike e Sali Berishës kishte kaluar në opozitë. Dhe në mes të kësaj betejë pa mëshirë qëndronte, si gjithmonë, Azem Hajdari, zëri më i lartë, shenja më e qartë. Sa i rrezikshëm ishte bërë ai për dik, e tregon më së miri një ngjarje që do të dukej e pabesueshme, po të mos kishte ndodhur vërtet brenda mureve më të shenjta të demokracisë. Më 18 shtator të vitit 1997, brenda sallës së parlamentit shqiptar, gjatë një debati të ashpër për një rritje takse, një deputet i mazhorancës socialiste, i quajtur Gafur Mazreku, nxori një armë dhe qëlloi 5 herë drejt Azem Hajdarit. 5 plumba brenda parlamentit në sytë e të gjithëve. Lexojeni edhe një herë këtë fjali, sepse ajo tregon gjithçka për kohën dhe vendin. Aty ku duhej të kumbonte vetëm fjala, kumbuan plumba. Hajdari u rrëzua i plagosur rënd dhe u dërgua në spital në gjendje shumë të rënduar. Mazreku doli me vrap nga salla dhe ju dorëzua më vonë policisë. Por Azemi i mbijetoi edhe kësaj. Ai u ngrit përsëri me trupin e shenjuar nga plumbat dhe u kthye në betejën e tij. Sikur fati i kishte dhënë afat, por jo falje. Ai sulm brenda parlamentit nuk ishte i pari dhe nuk do të ishte i fundit. Më 4 qershor të vitit 1998, rreth orës 10:30 të mbrëmjes, Azem Hajdari së bashku me disa anëtar të tjerë të Partisë Demokratike u zun në prit nga njerëz të armatosur. Atë natë, një ish drejtor i radio-televizionit shqiptar mbeti i plagosur rënd. Pritat po bëheshin gjithnjë e më të shpeshta, gjithnjë e më të guximshme, sikur dikush po provonte forcat, po mate distancat, po priste çastin e duhur. Ndërkohë, betejë politike po ashpërsohej përtej çdo kufiri. Partia Demokratike kishte braktisur parlamentin, kishte hedhur në rrugë protesta të mëdha dhe ishte betuar se do ta rrëzonte qeverinë. Atmosfera ishte bërë e parespirueshme, e ngarkuar si qielli para një stuje të madhe, ku të gjithë ndjejnë se diçka e rënd po vjen, por askush nuk di nga do të godas rrufeja e parë. Në mes të gjithë kësaj, rreth Azem Hajdarit po ngushtohej, ngadalë por pa kthim. Ai kishte mbijetuar koka gjeli të prerë letra me gjak, kishte mbijetuar 5 plumba brenda parlamentit, kishte mbijetuar prita në errësirë. Por sa herë mund t'i shpëtosh fatit, kur dikush e ka vendosur me çdo kusht se ti nuk duhet të jetosh. Ata që ishin pranë tij kujtojnë se në ato muajt e fundit ai duke i lodhur, i rënduar, sikur mbante mbi supe një peshq që rritej çdo ditë. E megjithatë nuk u tërhoq. Nuk u fsheh. Vazhdoi të fliste, të akuzonte, të dilte në shesh, sepse për të heshtja do të kishte qenë një vdekje më e keqe se vetë vdekja. Çfarë e mbante atë në këmbë, kur çdo instinkt do t'i kishte thënë të ikte? Dhe a ishte vetëm trimëri e maleve, apo diçka tjetër, ndoshta dienia se ai tashmë e dinte shumë, dije që e bënte njëkohësisht të paprekshëm dhe të dënuar? Le të kthehemi edhe një herë te ato ditë dhjetori, sepse aty fshihet çelësi i gjithçkaje që do të vinte më pas. Nata e parë, ajo e 8 dhjetorit, ishte vetëm shkëndija. Por zjarri u përhap shpejt. Të nesërmen, më 9 dhjetor, kur studentët u kthyen në qendër të qytetit herët në mëngjes, ata nuk ishin më një grusht trimash, por një lum i tërë njerëzish.
Lëvizja po bëhej masive, e papërmbajtshme dhe pushteti komunist që për 46 vjet kishte sunduar me frikë, nuk dinte si t'i përgjigjej një gjëje që nuk e kishte parë kurrë, njerëz që nuk kishin më frikë. Kryeministri i kohës, Adil Çarçani, shkoi vetë, pa lajmëruar, për t'i takuar studentët, sikur të mos i besonte ende se po ndodhte. Por ishte tepër vonë. Kur një popull i tërë vendos se nuk do të jetojë më në gjunjë, asnjë kryeministër, asnjë parti, asnjë ushtri nuk mund ta kthejë mbrapsht. Çuditërisht, kjo revolucion që rrëzoi një nga diktaturat më të egra të Europës u bë gati pa gjah. Regjimi i tronditur dhe i frikësuar përdori vetëm shkopin gome për të shpërndar turmën që 2 herë u përpoq të dilte në rrugët e Tiranës. Disa student u ndaluan e u morën në pyetje në orët e para, por u liruan pas pak kohësh, madje u kthyen me makina në qytetin studenti, sikur vetë pushteti të kishte humbur besimin te vetja. Ishte një çast i rrallë në histori, kur dhuna u tërhoq para fjalës. Dhe në qendër të asaj fjale qëndronte Azem Hajdari, zëri që guxoi të dënonte hapur sistemin përpara mira vetëve. Por kjo qetësi e dukshme ishte mashtruese. Sepse ata që humbën pushtetin atë dhjetor nuk u zhdukën. Ata ndëruan emër, ndëruan parti, ndëruan maska dhe pritën. Pritën momentin e duhur për t'u kthyer. A mund ta merrte me mend një djalë 27 vjeçar se armiqt që mund t'i kishte në atë çast do të ishin shumë më pak të rrezikshëm se ata që do t'i bënte në vitet që do të vinin? Nga ajo lëvizje studentore lindi, më 12 dhjetor, partia e parë opozitare e vendit, Partia Demokratike. Ishte një çast historik, themelimi një force që sfidonte gjysmën shekulli monopol të vetëm. Azem Hajdari u bë kryetari i komitetit nismëtar të saj, njeriu që mbante në duar dokumentin e parë të një epoke të re. Rreth tij u mblodhen student, intelektual, ish të burgosur politik, njerëz që e kishin paguar shtrenjtë çdo fjalë të lirë. Vetëm pak muaj më vonë, në vitin 1991, u mbajtën zgjedhjet e parashumpartiake dhe Azemi u zgjodh deputet. Më pas, në vitin 1992, Partia Demokratike fitoi pushtetin dhe udhëheqësi i saj, Sali Berisha, u zgjodh president i Republikës. Ëndra dukej se po bëhej realitet. Tirania kishte rënë, demokracia kishte ardhur dhe njerëzit që e kishin sjellë me kurajen e tyre tani ishin në krye të shtetit. Por historia na e ka mësuar një mësim të hidhur, revolucionet shpesh i han bijtë e tyre. Dhe djaloshi që hapi derën e lirisë do të zbulonte, ngadalë me dhimbje, se të jesh themelues nuk do të thotë gjithmonë të mbetesh i çmuar. Që në fillim, Azem Hajdari nuk ishte njeriu që mësoi të heshte. Ishte besnik i partisë që kishte ndihmuar të lindte, besnik i Sali Berishës me të cilin e lidhte një histori e gjatë, por mbi gjithçka ishte besnik i ndërgjegjes së vet dhe pikërisht kjo besnikëri ndaj vetes. Kjo paftësi për t'u përkulur edhe kur përkulja do të ishte e dobishme, e bëri njëkohësisht të madh dhe të papërshtatshëm. Ai fliste hapur edhe kur fjalët dhembnin, edhe kur godisnin miqt, edhe kur prishnin marrëveshjet e qeta. Në një lojë ku gjithçka kishte nisur të matej me interesa e me para, Azemi mbeti një anomali, një njeri që ende besonte se politika duhet t'i shërbente popullit e jo xhepit. Sa kohë mund të mbjetonte një njeri i tillë para se dikush të vendoste se ai ishte bërë pengesë? Ndërsa vitet kalonin, ai u kthye gjithnjë e më shumë nga zëri i të vejgjelve. Kryetari i sindikatave të pavarura që nga vjeshta e vitit 1996, ai u bë mbrojtësi i punëtorëve që pushteti i ri po i harronte po aq shpejt sa i kishte premtuar gjithçka. Vendi po ndryshonte me shpejtësi marramendëse, po hapej, po futej në një ekonomi që pak kush e kuptonte, dhe në këtë vorbull shumë njerëz të thjesht po mbeteshin pas. Azemi e ndjente këtë padrejtësi si plagë personale. Por sa më shumë fliste për punëtorët, për korrupsionin, për lidhjet e errëta, aq më shumë armiq fitonte në të dyja anët e politikës. Ai nuk i përkiste plotësisht askujt dhe pikërisht kjo e bënte të rrezikshëm për të gjithë. Sepse njeriu që nuk kontrollohet, njeriu që nuk i bindet asnjë skenari, është gjithmonë gjëja më e frikshme për ata që duan ta drejtojnë lojën nga prapa perdes. Pastaj erdhi viti që do ta ndryshonte gjithçka. 1997. Vendi u zhyt në një makt nga i cili shumë nuk do të zgjoheshin kurrë. Skemat piramidale, ato premtime mashtruese për pasurim të menjëhershëm, kishin thithur kursimet e mira familjeve. Kur ato u shemb me to edhe besimi të shteti, të ligji, të vetjeta. Njerëzit dolën në rrugë me një tërbim që vinte nga dëshpërimi i thellë.
Depo armësh u çelën në të gjithë vendin dhe brenda pak javësh Shqipëria u gjente mbytur në kaos, vetëm një hap larg luftës civile të hapur. Ishte një nga periudhat më të errëta që kombi kishte njohur që nga rënia e diktaturës, një kohë kur jeta e njeriut nuk vlente më shumë se një fishej. Dhe nga ai kaos, peshorja e pushtetit u përmbys edhe një herë. Qeveria e Partisë Demokratike u rrëzua në peshën e asaj katastrofe. U mbajtën zgjedhje të reja dhe Partia Socialiste, e udhëhequr nga Fatos Nano, erdhi në pushtet. Sali Berisha dhe partia e tij kaluan përsëri në opozit, atje nga ku kishin nisur. Por kjo nuk ishte një kthim i qetë në rolet e dikurshme. Plagët e vitit 97 ishin shumë të thella, urrejtja midis dy kampeve ishte bërë e egër, gati e papajtueshme. Secila palë akuzonte tjetrën për gjakun e derdhur, për pasurinë e humbur, për vendin e shkatëruar. Dhe në mes të kësaj armiqësie pa fund, si gjithmonë, qëndronte Azem Hajdari. Ai u kthye në opozit jo si një deputet i thjesht, por si teu më i mprehti saj, zëri që akuzonte më fort, gishti që tregonte më drejt. Tani ai ishte më i rrezikshëm se kur, sepse tani ai sulmonte një pushtet të ri, me armiq të rinj, me sekrete të reja. Kush mund ta dinte se sa larg ishin të gatshëm të shkonin këta armiq për ta heshtur përgjithmonë. Vitet që pasuan rënien e qeverisë demokrate ishin vite lufte të ftohtë brenda vetë vendit. Partia Demokratike nuk e pranoi kurrë plotësisht humbjen e pushtetit, ndërsa qeveria e re kërkonte të forconte kontrollin e vet mbi një shtet ende të brisht e të lënduar. Në mes të kësaj përballjeje, fjalët u bën gjithnjë e më të ashpra, gjestet gjithnjë e më kërcënuese. Partia Demokratike vendosi në një moment të braktiste parlamentin, duke e lënë sallën bosh në shenjë proteste, dhe doli në rrugë me mitingje të mëdha, duke u betuar se do ta rrëzonte qeverinë. Akuzat fluturonin nga njëra anë te tjetra: korrupsion, dhunë, abuzim me pushtetin, krime të pandëshkuara. Vendi ishte ndarë në dy gjysma që nuk flisnin më me njëra tjetrën, por vetëm bërtisnin. Dhe sa herë që tensioni arrinte kulmin, emri që dilte gjithmonë në balë të betejës ishte i njëjti: Azem Hajdari. A nuk është gjithmonë kështu, që në çdo luftë ka një njeri që e bëjnë simbol, dhe se simbolet, fatkeqësisht, janë gjithmonë shenja të para që duan të shembin? Në ato muaj të fundit, ata që e rrethonin filluan të vërenin një ndryshim të Azemi. Ai mbetej po aq i papërkulur në fjalë, po aq i vendosur në qëndrime, por në fytyrën e tij kishte zënë vend një hije lodhjeje që më parë nuk ishte. Trupi i tij mbante ende shenjat e plumbave të vjetra, kujtesa e tij mbante ende të gjitha kërcënimet e marra, dhe shpirti i tij, ndoshta, mbante tashmë një dijeni që ai nuk e ndante me askën. Sepse ka një lloj qetësie të çuditshme që zëvend të njerëzit që e kanë kuptuar se fati i tyre është vulosur. Ata ndalojnë së luftuari kundër së pashmangshmes dhe nisin thjesht ta presin atë me dinjitet. A kishte arritur Azem Hajdari në atë gjendje shpirti atë verë të vitit 98? A e dinte tashmë, thellë brenda vetes, se loja po hynte në aktin e fundit, dhe se ai do të ishte personazhi që do të paguante çmimin më të rënd? Para se t'i përgjigjemi kësaj pyetjeje, duhet të zbresim në thellësitë e errëta të asaj që fshenin arkivat, atje ku 3 emra nga malet prisnin urdhrin e tyre. Por kush ishte vërtet ky njeri që emrin e tij e shqiptonin me admirim disa dhe me urrejtje të tjerë, por të cilin askush nuk mund ta linte pa e përmendur? Për ta kuptuar pse vdekja e Azem Hajdarit pati një jehon kaq të madhe, duhet kuptuar fillimisht pse jeta e tij pati një peshë kaq të rëndë. Ai nuk ishte thjesht një deputet midis shumë të tjerëve. Ai ishte një simbol, dhe simbolet jetojnë e vdesin sipas ligjeve të tyre. Kur ngrihej të fliste në parlament, salla ndryshonte. Zëri i tij, i ngjirur nga vitet e thirrjeve në shesh, kishte një forcë që nuk vinte nga teknika oratorike, por nga bindja e thellë se ai e besonte çdo fjalë që thoshte. Ndërsa shumë folës zgjedhin fjalët për të mos lënduar askënd, Azemi i zgjidhte fjalët pikërisht për t'i lënduar ata që, sipas tij, e meritonin. Ai ishte tribuni i vërtet, në kuptimin e lash romak të fjalës, zëri i popullit përballë të fuqishmëve. Kjo aftësi për të mos u frikësuar e bënte njëkohësisht të dashur dhe të rrezikshëm. Të dashur për ata që e shihnin si zërin e tyre, si njeriu që guxonte të thoshte në fytyrë atë që ata e pëshpërisnin vetëm në kuzhinat e shtëpive. Të rrezikshëm për ata që preferonin që disa gjëra të mbeteshin përgjithmonë të pathëna. Sepse në një shoqëri që sapo kishte dalë nga frika e gjatë e diktaturës, një njeri që nuk kishte frikë ishte një forcë e paparashikueshme. Ai nuk mund të blihej, sepse nuk e donte pasurinë për vete.
Nuk mund të kërcënoi, sepse vdekjen e kishte parë në sy që në moshë të re dhe kishte mësuar të jetonte krahas saj. Nuk mund të mashtrohej me premtime, sepse e kishte parë tashmë se sa shpejt thyeshin premtimet e pushtetit. Çfarë mund t'i bëhet një njeriu që nuk i friksohet asgjëje, që nuk dëshiron asgjë për vete, që nuk pranon të hesht me asnjë çmim? Përgjigja, fatkeqësisht, është gjithmonë e njëjta dhe gjithmonë e tmerrshme. Ka një paradoks të hidhur në jetën e njerëzve si Azem Hajdari. Sa më shumë rritet dashuria e popullit për ta, aq më shumë rritet edhe rreziku mbi kokën e tyre. Sepse simboli i gjallë është gjithmonë më i fuqishëm se njeriu i thjesht, dhe ata që e shohin atë simbol si pengesë e dinë se nuk mjafton ta mposhtin politikisht, ta heshtin me ligje apo me presione. E dinë se simboli, për të ushuar plotësisht, duhet hequr nga skena për gjithmonë. Dhe pikërisht këtu fillon tragjedia, sepse çdo simbol që bie dy herë, një herë si njeri dhe një herë si shpresë. Vdekja e tij nuk merr me vete vetëm një jetë, por edhe një ëndër që mira e kishin lidhur me të. Azem Hajdari e mbante këtë peshë çdo ditë, e ndoshta kjo ishte arsyeja e vërtetë e asaj lodhjeje që lexoi në fytyrën e tij në muajt e fundit. Jo frika për veten, por bara e të qenit shpresë e të tjerëve. Ata që e kanë njohur thonë se ai kishte gjithashtu një ankret njerëzore, larg sallave e mitingjeve. Një burr që e donte familjen me një butësi që të tjerët nuk e prisnin nga tribuni i ashpër i parlamentit. Një mik besnik që nuk e harronte kur fjalën e dhënë. Një djalë i maleve që, sado lart të ngjitej në politik, mbeti gjithmonë i lidhur me rënjet e veta, me ato shkëmbim të tropojës ku kishte mësuar se çdo të thotë nder e çdo të thotë turp. Kjo ndershmëri e ashpër, kjo paftësi për të bërë kompromise me ndërgjegjen, ishte njëkohësisht virtyti i tij më i madh dhe, në sytë e armiqve, mëkati i tij më i papranueshëm. Sepse në një lojë ku të gjithë kishin mësuar të përkuleshin pak, njeriu që rrinte drejt si shtylla bëhej i pakapërcyeshëm, dhe ata që nuk mund ta përkulnin, vendosnin më në fund se duhej ta thyenin. A nuk është kjo, në fund të fundit, historia e përjetshme e të gjithë atyre që guxojnë të mbeten të pakorruptueshëm në një botë të korruptuar? Ndërsa vera e vitit 98 po i afrohej fundit, Azem Hajdari qëndronte në qendër të një ploje që po e tej kalonte atë vetë. Ai ishte bërë më shumë se njeri, ishte bërë flamur, dhe flamujt valvitin gjithmonë në vendet ku fryn era më e fortë. Loja politike po hynte në fazën e saj më të rrezikshme, hakmarrjet e fshehura po zjenin dhe diku, në heshtjen e zyrave të errëta, dikush po llogariste tashmë se çfarë do të fitonte e çfarë do të humbte secili nga rënia e tij. Të gjitha fijet po afroheshin drejt një nyje të vetme, drejt një mbrëmjeje të vetme, drejt disa hapave të vetëm në një trotuar afër selisë së partisë së tij. Por para se të mbërrim atje, te ajo mbrëmje që do të ndaj historinë në një para dhe një pas, duhet të zbulojmë se çfarë fshihej në thellësitë e errëta të arkivave, dhe pse 3 emra nga malet e tropojës u bën çelësi një enigme që ende sot, pas kaq shumë vitesh, nuk ka gjetur përgjigjen e saj të plotë. Vera e vitit 1998 ishte një verë e nxehtë jo vetëm nga dielli. Betejë midis qeverisë socialiste dhe opozitës demokrate kishte arritur një pikë ku çdo shkëndij mund të ndiste zjarrin. Qeveria kishte vendosur të ndiqte penalisht disa zyrtar të lartë të qeverisë së mëparshme demokrate, duke i akuzuar për ngjarjet e dhunshme të vitit 97. Për Partinë Demokratike, kjo ishte një hakmarrje politike, një përpjekje për të dënuar të gjithë lëvizjen përmes disa emrave. Si përgjigje, opozita braktisi parlamentin, e la sallën bosh dhe doli në rrugë. Mitingjet u shtuan, fjalimet u bën gjithnjë e më të zjarta, dhe betimi për të rrëzuar qeverinë u përsërit gjithnjë e më shpesh. Vendi po ndahej përsëri në 2 llogore, dhe ura midis tyre po digjej hap pas hapi. Pastaj, nga fundi i gushtit, ndodhi diçka që e ngriti tensionin në një nivel të ri. 6 deputet të opozitës u arrestuan. 6 zëra të Partisë Demokratike u hoqën nga skena politike brenda pak ditësh, duke shtuar zemërimin dhe ndjesinë se po mbyllej hapësira për çdo dialog. Tani nuk bëhej më fjalë vetëm për debate në parlament apo për fjalë të ashpra në mitingje. Tani bëhej fjalë për liri njerëzish, për burgje, për një përballje që po kalonte çdo kufi të zakonshëm politik. Çdo marrëveshje e mundshme midis qeverisë dhe opozitës po shembej, dhe me të po rrezikoi edhe procesi i brisht i ndërtimit të një kushtetute të re për vendin. Në këtë atmosferë të rënduar, ku secila palë shihte tjetrën si armik që duhej mposhtur e jo si kundërshtar me të cilin duhej folur, çdo gjë ishte e mundur. Edhe më e keqja. A nuk janë pikërisht këto çastet kur historia mban frymën, çastet kur mjafton një veprim i vetëm për të ndryshuar gjithçka?
Azem Hajdari ishte në qendër të kësaj stuhie, ashtu siç kishte qenë gjithmonë në qendër të çdo stuhie që nga nata e parë e dhjetorit. Ai vazhdonte të fliste, të akuzonte, të dilte hapur, pa u fshehur, pa u tërhequr, edhe pse të gjithë e dinin se ai ishte shenja më e dukshme, gjahu më i kërkuar. Ata që e takuan në ato javë të fundit kujtojnë një njeri që dukej se e mbante tashmë vdekjen për krah, jo me frikë, por me një lloj njohjeje të heshtur. Ai kishte mbijetuar koka gjeli të prerë, letra me gjak, 5 plumba brenda parlamentit, prita në errësirë. Sa njerëz mund të thonë se i kanë mbijetuar kaq shumë përpjekjeve për t'i hequr nga jeta, dhe se megjithatë vazhdojnë të ngrihen çdo mëngjes e të dalin përsëri në vijën e parë? Ishte sikur Azemi po e sfidonte vetë fatin, po i thoshte se nuk do të dorëzohej kurrë, do të vazhdonte deri në frymën e fundit. Por fati, ai i lashti, ai i pamëshirshmi, kishte tashmë planet e veta. Ndërkohë, larg dritave të Tiranës, në thellësitë e maleve të Tropojës, po thureshin fije që do të lidheshin së shpejti me jetën e Azem Hajdarit në një mënyrë tragjike. Atje, në botën e besës dhe të hakmarrjes, kishte llogari të vjetra që prisnin të mbylleshin, gjak që, sipas kodit të lashtë, kërkonte gjak. Emra që do të dilnin më vonë në dosjet e gjykatave, njerëz nga rrethi i Tropojës, po lëviznin, po bisedonin, po përgatiteshin për diçka. Ende askush nuk e dinte se si do të ndërthureshin këto dy botë, ajo e luftës politike në kryeqytet dhe ajo e hakmarrjeve malore në veri. Ende askush nuk e dinte se a do të ishte vdekja e Azem Hajdarit fundi i një llogarie gjaku midis fiseve, apo një veprim i ftohtë politik i veshur me maskën e hakmarrjes, apo ndoshta të dyja njëkohësisht, të ndërthurura aq mirë sa e vërteta të mos zbardhej kurrë plotësisht. Sepse ka krime ku faji shpërndahet me kujdes mbi shumë duar, në mënyrë që asnjë dorë e vetme të mos mbetet kurrë plotësisht fajtore. Kështu mbyllet pjesa e parë e kësaj historie, atje ku heroi ynë qëndron ende në këmbë, i plagosur por i pamposhtur, ndërsa rreth tij errësira po mblidhet ngadalë nga të katër anët. Nga njëra anë, lufta politike që po e bën të padurueshme atmosferën në kryeqytet. Nga ana tjetër, hakmarrja e fshehur që po zien në male. Dhe diku në mes, në sirtarët e shërbimit sekret, ato flet me 3 emra që do të bëhen pjesa më e errët e gjithë enigmës. Azem Hajdari, djaloshi i Tropojës që hapi derën e lirisë për një kombë të tërë, po i afrohej, pa e ditur ende, mbrëmjes që do të ndryshonte historinë e vendit të vet dhe ne, që dim tashmë se çfarë ndodhi. Mund vetëm të pyesim me një dhimbje që nuk shuhet, sa larg ishte vërtet ajo mbrëmje, dhe a kishte ende ndonjë rrugë për ta shmangur atë? Shërbimi sekret i shtetit ruante një dokument që do të bëhej një nga letrat më të diskutuara në gjithë këtë histori. Sipas atyre fletëve që dolën në dritë vetëm vite më vonë, dyshohej se autorët e vrasjes së deputetit Azem Hajdari ishin 3 burra nga rrethi i Tropojës, Fatmir Haklaj, Jahomul Osmani dhe Feris Kërnaja. 3 emra të shkruar me ftohtësinë e zakonshme të raporteve sekrete, sikur të ishin thjesht hapa të një procedure e jo njerëz që do të ndalonin një zemër. Por çuditërisht, ashtu siç ndodh shpesh me dokumentet që din shumë, edhe rreth kësaj dosjeje u ngrit një mjegull e dendur. Disa flet munguan, disa hollësi nuk u zbardhën kurrë plotësisht, dhe vetë origjina dhe vërtetësia e atij dokumenti u bën objekt grindjeje midis palëve. Çfarë dinte vërtet shërbimi sekret para se gjithçka të ndodhte? Dhe nëse e dinte, pse asgjë nuk u bë për ta ndaluar? Bota e arkivave është një botë e errët, ku e vërteta dhe gënjeshtra shkruhen me të njëjtën makinë shkrimi dhe ruhen në të njëjtët sirtar. Në vendet ku institucionet janë ende të brishta, ku ligji përkulet lehtë para pushtetit, dokumentet sekrete bëhen armë. Ato mund të nxirren në dritë kur duhet të fajsohet dikush dhe mund të fshihen në hije kur duhet të mbrohet dikush tjetër. Pikërisht kjo është arsyeja pse, edhe sot, askush nuk mund të thotë me siguri të plotë se ç'kishte vërtet në ato fletë para se disa prej tyre të humbisnin. A ishte dokumenti një gjurmë e vërtet drejt fajtorëve, apo një kurth i ndërtuar me kujdes për të orientuar dyshimet larg atyre që e meritonin vërtet? Në një histori ku çdo palë akuzon tjetrën dhe ku vetë provat janë të dyshimta, e vërteta bëhet si ujë në duar, sa më fort e shtrëngon, aq më shumë të rrëshet midis gishtave. Kush kishte interes që pikërisht këto 3 emra të dilnin në dritë, dhe kush kishte interes që fletët e tjera të zhdukeshin përgjithmonë? Pas këtyre 3 emrave fshihej një botë e tërë, bota e hakmarrjeve të maleve. Tropoja e atyre viteve ishte një vend ku kodi i lashtë i gjakut ende sundonte, ku një vrasje kërkonte një vrasje tjetër dhe ku llogarit midis fiseve mbaheshin me një saktësi të frikshme brez pas brezi. Emri i Haklajve, i lidhur me një varg ngjarjesh të dhunshme në atë zonë, do të bëhej qendror në gjithë rrëfimin gjyqësor që do të vinte.
sepse sipas asaj që do të dilte më vonë në gjykat, vdekja e Azem Hajdarit do të lidhej, të paktën zyrtarisht, jo me politikën e madhe të kryeqytetit, por me një llogari të vjetër gjaku midis njerëzve të maleve. E megjithatë, shumë nuk e besuan kurrë këtë version. Sepse si mund të ishte thjesht hakmarrje malore vdekja e njeriut më politik të vendit, e simbolit më të madh të opozitës, pikërisht në çastin kur lufta politike kishte arritur kulmin? A ishte kjo vërtet një rastësi e fatit, apo një maskë e zgjedhur me zgjuarsi për të mbuluar diçka shumë më të madhe? Vitet u kishin lënë gjurmë Azem Hajdarit, edhe pse ai ishte ende një burr i ri. 35 vjeç dhe megjithatë trupi i tij mbante tashmë shenjat e një jete të jetuar gjithmonë në vijën e parë të zjarrit. Plumbat e vitit 97, ata 5 plumba të shkrepur brenda parlamentit, kishin lënë pas vetes jo vetëm plag në mish, por edhe një kujtesë që nuk fshihej. Ata që e panë në muajt e fundit kujtojnë një fytyrë të rënduar, një vështrim që mbante diçka të largët, sikur ai shite përtej njerëzve që kishte përballë, drejt diçkaje që vetëm ai e dinte. Njerëzit që jetojnë gjatë nën hijen e kërcënimit ndryshojnë. Gjumi u bëhet i cekët, çdo trokitje në derë u kthehet në alarm, çdo fytyrë e panjohur në turm u duket si rrezik i mundshëm. Azemi e mbante këtë barë me dignitetin e një malsori, pa u ankuar, pa kërkuar mëshirë. Por sa rënd peshonte vërtet ajo barë në netët kur, ndoshta, ai rinte zgjuar e dëgjonte heshtjen e shtëpisë së vet. Pikërisht në këto javë të fundit ndodhi një takim që do të merrte një kuptim të tmerrshëm vetëm 10 ditë më vonë. Më 2 shtator të vitit 1998, Azem Hajdari u takua me një nga pjesëtarët e familjes Haklaj. Sipas asaj që do të rrëfehej më vonë, në atë bisedë Azemi shpjegoi se nuk kishte asnjë gisht në vdekjen e një djali të asaj familjeje, të vrarë diku në një vendkalim malor. Bashkëbiseduesi i tij, sipas të njëjtit rrëfim, i kërkoi 10 ditë afat për t'i kthyer përgjigje. 10 ditë. Një afat që në botën e maleve nuk është kurrë i rastësishëm, sepse atje koha matet ndryshe dhe çdo premtim ka peshën e vet dhe vërtet, 10 ditë më pas, më 12 shtator, përgjigja erdhi. Por nuk ishte një përgjigje me fjalë. Ishte përgjigja më e errët që mund të jepej. A ishte vërtet kjo zgjidhja e enigmës, një llogari gjaku e mbyllur sipas kodit të lashtë? Apo ky takim ishte vetëm një copë e një mozaiku shumë më të madh, ku hakmarrja malore ishte vetëm mjeti, ndërsa dora që e drejtonte fshihej diku shumë më lart? Tani le t'i kthehemi pyetjes që na ndjek që në fillim, pyetjes që është zemra e gjithë kësaj historie. Kujt i hyri në punë vdekja e Azem Hajdarit? Në botën e ftohtë të llogarive të pushtetit, çdo ngjarje e madhe ka përfituesit e vet, edhe nëse ata nuk e kanë planifikuar atë vetë. Dhe vdekja e simbolit më të madh të opozitës, pikërisht në çastin më të nxehtë të një lufte politike, ishte një ngjarje që do të lëkunte themelet e vendit. Mendoni vetëm për një çast, çfarë ndodh kur bie një figurë e tillë? Zemërimi shpërthen. Turmat dalin në rrugë. Pushteti lëkundet. Dhe në kaosin që pason, disa humbasin gjithçka, ndërsa të tjerë gjejnë rastin e tyre të ardhur. Sepse asgjë nuk hap më shumë dyre në politikë se sa një tragjedi e madhe e përdorur me mjeshtëri. A nuk është gjithmonë kështu, që pas çdo rënjeje të bujshme dikush gjen mënyrën të ngjitet mbi rënojat? Versionet për atë që fshihej pas vdekjes së tij do të shumëzoheshin me kalimin e viteve, dhe secili version kishte logjikën e vet, mbështetësit e vet, dëshmitarët e vet sipas një versioni. Ishte qeveria e atëhershme që dëshironte të heshte zërin më të fortë të opozitës, simbolin që e mbante gjallë betejën. Sipas një versioni tjetër, ishte një llogari e brendshme, një lojë e fshehur ku interesat ndërthureshin në mënyra që publiku nuk i merrte dot me mend. Sipas një të treti, ishte vërtet vetëm hakmarrja e maleve, e veshur rastësisht me rëndësi politike. Dhe sipas disa zërave më të guximshëm e më të diskutueshëm që do të dilnin shumë vite më vonë, dora që urdhëroi gjithçka duhej kërkuar jo te armiku politik i dukshëm, por shumë më afër, brenda vet kampit ku Azemi besoi se ishte mik. Të gjitha këto versione ekzistojnë, përplasen, kundërshtojnë njëri tjetrin, dhe asnjëri prej tyre nuk është vërtetuar kurrë plotësisht në mënyrë që të mbyllë çdo dyshim. Por nëse ka kaq shumë versione, nëse e vërteta është kaq e mbuluar në shtresa akuzash e kundërakuzash, a nuk është pikërisht kjo prova më e qartë se dikush, dikun, ka punuar shumë fort që e vërteta të mos dalë kurrë në dritë? Sa më shumë afrohej dita fatale, aq më shumë gjithçka dukej se rrinte drejt një fundi të paracaktuar. Fijet e luftës politike në kryeqytet dhe fijet e hakmarrjes në male po afroheshin drejt të njëjtës pikë, drejt të njëjtës mbrëmje.
Disa burra po lëviznin nga veriu drejt Tiranës. Disa dokumente po fshiheshin ndërsa të tjera po përgatiteshin për t'u nxjerrë. Dhe Azem Hajdari, i palëkundur si gjithmonë, vazhdonte të dilte hapur, pa u fshehur, sikur ta sfidonte vetë fatin për herë të fundit. Atmosfera në Tiranë ishte bërë e rëndë si plumbi, e ngarkuar me një tension që ndiej në ajër. Të gjithë e ndjenin se diçka po vinte, por askush nuk e dinte se sa afër ishte. Ne, që e dim tashmë fundin, mund vetëm të shohim me një dhimbje të heshtur se si të gjitha hapat po e çonin atë drejt atyre pak metrave fatale afër selisë së partisë së tij. Po a kishte ende, qoftë edhe një çast, mundësinë që gjithçka të merrte një rrjedhë tjetër? Apo rrota e fatit ishte vënë tashmë në lëvizje, dhe asgjë e askush nuk mund ta ndalonte më? Dita e 12 shtatorit të vitit 1998 nisi si çdo ditë tjetër, e qetë në dukje, pa asnjë shenjë që do të tregonte se ishte dita e fundit. Tirana zgjohej ngadalë në një qiell vjeshte, rrugët mbusheshin me njerëz që shkonin nga punët e tyre, dhe asgjë në ajrin e atij mëngjesi nuk paralajmëronte se brenda pak orësh emri i një njeriu do të bëhej një plagë e hapur në kujtesën e gjithë një kombi. Azem Hajdari u zgjua në shtëpinë e tij, mes njerëzve që e donte më shumë se gjithçka në botë. Diku në një dhomë tjetër flinte gruaja e tij Fatmira, që mbante nën zemër një jetë të re, një djalë që do të vinte në këtë botë vetëm pak muaj më vonë dhe që nuk do ta njihte kurrë të atin. Fëmijët e tjerë, ende të vegjël, nuk e kishin idenë se ç'po përgatitej larg syve të tyre. Çfarë mendon vallë një njeri që ka jetuar vite nën hijen e kërcënimit, kur hap syt në mëngjes dhe sheh fytyrat e fëmijëve të vet? A e ndjen, qoftë edhe si një peshk të largët në kraharor, se dita që po nis mund të mos ketë mbrëmje? Ndërsa Tirana zgjohej, larg saj, në veri, midis maleve të tropojës, diçka tjetër kishte nisur lëvizjen. Sipas asaj që do të zbardhej më vonë në sallat e gjyqit, gjatë atyre orëve disa burra u nisën nga rrethi i tropojës drejt kryeqytetit. Midis tyre, sipas vendimit gjyqësor që do të vinte vite më pas, ishin emra që do të bëheshin të njohur për gjithë vendin. Njeriu që gjyqi do ta cilësonte si dorën që shkrepi, Yahomul Osmani, atë kohë drejtuesi i policisë së rendit në Tropoj, dhe pranë tij të tjerë që udhëtuan po atë rrugë, midis tyre Ismet Haxhia, vëllai i një personazhi tjetër që do të zinte vend qendror në gjithë këtë histori. Një automjet u nis nga veriu drejt jugut, duke përshkuar të njëjtën rrugë malore që Azemi e kishte bërë vetë me qindra herë gjatë jetës së tij, rrugën që lidhte vendlindjen e tij me qytetin ku ai kishte bërë emër. Por këtë herë ajo rrugë mbante drejt diçka e krejt tjetër. A e dinin vërtet të gjithë ata burra ku po shkonin dhe çfarë do të ndodhte në fund të rrugës? Apo edhe midis tyre kishte nga ata që ishin thjesht vegla në duart e një plani që e kuptonin vetëm pak veta? Ka diçka rrëqethse në mënyrën se si dy botë krejt të ndryshme ecnin atë ditë drejt të njëjtës pikë, pa e ditur njëra për tjetrën. Nga njëra anë, jeta e zakonshme e një familjeje, mëngjesi, fjalët e thjeshta, gjestet e vogla që njerëzit i bëjnë pa menduar se mund të jenë të fundit. Nga ana tjetër, një makinë që përshkonte kilometra rrugë me një qëllim që do ta ndryshonte historinë. Sa herë në jetë na ndodh që, ndërsa ne bëjmë gjërat më të zakonshme, diku larg nesh fati ynë po vendoset nga duar që nuk i shohim kurrë? Azem Hajdari atë mëngjes nuk e dinte se sa pak orë i kishin mbetur. Ai vazhdoi ditën e tij ashtu si gjithmonë, me energjinë e një njeriu që nuk dinte të rinte i mbyllur, që e ndjente veten gjallë vetëm kur ishte mes njerëzve, mes betejës, mes fjalëve. Por mbi kokën e tij, e padukshme si një re që mblidhet para stuhisë, kishte nisur të ulej hija e fundit. A nuk është kjo ndoshta gjëja më e tmerrshme në fund të fundit, që e keqja vjen pa zhurmë, e veshur me pamjen e një dite krejt të zakonshme? Erdhi mbrëmja e asaj dite, dhe me të erdhi edhe çasti që do të coptonte gjithçka. Azem Hajdari ndodhej në zyrën e tij, pranë selisë së partisë që ai vetë e kishte themeluar dikur në qendër të Tiranës. Sipas asaj që do të rindërtohej më vonë në gjyq, pak para se gjithçka të ndodhte, mbërriti një telefonat. Një zë në tjetrën anë të linjës. Sipas akuzës që do të ngrihej vite më pas, ajo telefonat kishte një qëllim të vetëm, ta nxirrte Azemin nga siguria relative e zyrës së tij, ta bënte të dilte në rrugë, atje ku prita tashmë ishte ngritur. Personi që, sipas gjyqit, e bëri këtë telefonat, ishte dikush që Azemi nuk kishte arsye ta dyshonte në atë çast. Sepse kështu funksionon kurthi më i rrezikshëm i të gjithëve, ai që vjen jo nga ana e armikut që e pret, por nga një drejtim që duket i sigurt. 10 minuta. Kaq, sipas asaj që do të thuaj, kaluan midis asaj telefonate dhe çastit fatal.
10 minuta që ndanin jetën nga vdekja. Sa e tmerrshme është të mendosh se ndonjëherë mjafton një zë i një orë, një ftesë e thjesht për të dalë jashtë, që një jetë e tërë të marrë fund? Po a e ndjeu vallë Azemi, qoftë edhe për një grim sekonde, se diçka nuk shkonte në atë zë? Azem Hajdari doli nga zyra e tij. Pranë tij ishte një njeri që do ta ndante fatin e atij çasti, truproja e tij, Besim Cera, që do të gjendej edhe ai në vijën e zjarrit. Të dy dolën në errësirën e mbrëmjes, vetëm pak metra larg derës së selisë së partisë. Dhe atje, në ato pak metra, atje ku qyteti vazhdonte jetën e tij të zakonshme, pa e ditur, prita kishte zënë vend. Ajo që ndodhi më pas zgjati vetëm pak çaste, aq sa duhet që e keqja të kryej punën e saj. Nga errësira shpërtheu zhurma që do të jehonte për vite me radhë në ndërgjegjen e gjithë vendit. Dhe kur ajo zhurmë pushoi, udha e Azem Hajdarit në këtë botë ishte ndërprer për gjithmonë. Njeriu që kishte mbijetuar 5 plumba brenda parlamentit vetëm një vit më parë, njeriu që kishte shpëtuar nga një prit tjetër pak muaj më herët, njeriu që e kishte sfiduar vdekjen kaq herë sa shumë kush e besonte të paprekshëm, atë mbrëmje nuk e shpëtoi dot askush. 35 vjeç, në kulmin e forcës së tij, lideri i dhjetorit u shoa pikërisht aty ku kishte nisur gjithçka, pranë shtëpisë së partisë që ai e kishte ngjizur me duart e veta. A mund të kishte fund më mizor dhe njëkohësisht më simbolik, që njeriu të ndalej përgjithmonë pikërisht në pragun e shtëpisë së vet politike? Lajmi u përhap me shpejtësinë e zjarrit në erë. Brenda pak minutash, ai u kthye nga një telefonat e nxituar në një ritëm që përshkoi gjithë Tiranën, e prej saj gjithë Shqipërinë. Azem Hajdari nuk ishte më. Fjalët dukeshin të pamundura për t'u besuar. Si mund të ishte e vërtetë? Si mund të kishte rënë pikërisht ai, zëri më i fortë, njeriu që dukej se nuk thyej kurrë? Në shtëpitë e qytetarëve, para ekraneve, në rrugë, njerëzit ngrinin nga tronditja. Disa qanin, disa nuk e besonin, disa ndjenin si u ngrihej në gjoks një zemërim i errët që kërkonte rrugdalje. Sepse Azemi nuk ishte thjesht një politikan për mira njerëz. Ai ishte simboli i një kohe, zëri i një brezi, kujtimi i gjallë i atyre ditëve të dhjetorit kur gjithçka kishte qenë e mundur dhe e ardhmja kishte dukur e ndritur. Dhe kur bie një simbol, nuk bie vetëm një njeri. Bie diçka shumë më e madhe, diçka që njerëzit e kishin mbajtur si shpresë në zemrat e tyre. A e kuptonin valla ata që, sipas të gjitha versioneve, qëndronin pas asaj nate, se po hapnin një plag që nuk do të mbyllej kurrë plotësisht? Ditët që pasuan vdekjen e tij do të hynin në histori jo vetëm si ditë zije, por si një nga çastet më të rrezikshme që kishte përjetuar vendi në gjithë rrugëtimin e tij të ri demokratik. Më 14 shtator u caktua dita e fundit e lamtumirës, dita kur trupi i Azem Hajdarit do të përcillej drejt vendit të prejes. Mira e mira njerëz u mblodhen në Tiranë. Erdhën nga kryeqyteti, erdhën nga rrethet, erdhën nga malet e largëta, të gjithë të bashkuar nga e njëjta dhimbje dhe i njëjti zemërim. Atmosfera ishte e ngarkuar përtej çdo mase, si një fuçi baruti që priste vetëm një shkëndi. Dhe shkëndia nuk vonoi. Para turmës së madhe, kreu i partisë opozitare, Sali Berisha, që ishte mik dhe njëkohësisht rival i hershëm i të ndjerit, mbajti një fjalim që do të mbetej i shënuar në histori. Ai e drejtoi gishtin nga qeveria, nga kryeministri i atëhershëm Fatos Nano, duke e akuzuar drejt për përgjegjësi në vdekjen e Azemit. Dhe pastaj, fjalët e tij i nxitën njerëzit drejt godinave të pushtetit. A ka çast më të rrezikshëm në jetën e një kombi se sa kur dhimbja e një turme të madhe kanalizohet drejt zemërimit dhe zemërimi drejt veprimit? Ajo që ndodhi pas atij fjalimi e ktheu funeralin e një njeriu në një kryengritje të hapur kundër shtetit. Turma, e tërbuar nga dhimbja dhe e ndezur nga fjalët e fuqishme, u nis drejt godinave qeveritare në zemër të Tiranës. Çfarë nisi si një ceremoni mortore u shndërrua brenda pak orësh në një stuj që rrezikonte të rrëzonte gjithçka. Njerëz hynë me forcë në ndërtesën e kryeministrisë. U dëgjuan të shtëna pranë zyrës së kryeministrit. Protestuesit morën në kontroll selinë e qeverisë, pushtuan godinën e radio-televizionit shtetëror, atë zë që në çdo kohë krize bëhet pika më e nxehtë e betejës, dhe arritën deri në parlament. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, nga reparti i gardës u morën disa automjete të blinduara, disa tanke që dolën në rrugët e kryeqytetit. Vendi po rrëshiste me shpejtësi drejt humnerës së një grushti shteti. Ata që e pan Tiranën në ato orë e përshkruan si një qytet që kishte dalë jashtë çdo kontrolli, ku kufiri midis protestës dhe luftës civile ishte bërë aq i hollë sa mezi dallohej.
Sa e brish është vallë rendi i një shteti, nëse mjafton vdekja e një njeriu dhe një fjalim para një varri për ta vënë gjithçka në buzë të greminës? Mes gjithë atij kaosi ndodhi diçka që ka mbetur si një nga detajet më të dhimbshme të gjithë kësaj historie. Trupi i Azem Hajdarit, njeriu përnder të cilit ishin mbledhur të gjithë, mbeti për një kohë sikur i harruar mes rrëmujës. Ndërsa turma sulmonte godinat e pushtetit, ndërsa tanket dilnin në rrugë, ndërsa gjithë vendi mbahej me frymën pezull, vetë njeriu që duhej përcjell me nderimet e fundit kaloi në plan të dytë para furisë së ngjarjeve. Sikur edhe pas vdekjes, fati i hidhur nuk donte ta linte të qetë. Ai që kishte qenë gjithë jetën në qendër të vëmendjes, në çastin e lamtumirës u la mënjan nga vorbulla e ngjarjeve që ai vetë, pa dashur, i kishte vënë në lëvizje. A nuk është kjo ndoshta ironia më e hidhur e të gjithave, që njeriu i cili kishte jetuar për popullin e vet, në çastin e fundit u eklipsua nga zemërimi i po atij populli? Pasojat politike të atyre ditëve qenë të rënda dhe të menjëhershme. Kryeministri Fatos Nano, përballë kryengritjes që kishte përfshirë kryeqytetin, u largua nga Tirana. Sipas asaj që u raportua atë kohë, ai u nis drejt kufirit verior, drejt vendit fqinj, ndërsa vendi mbahej në një gjendje pasigurie të skajshme. Pak ditë më vonë, më 28 shtator, Fatos Nano dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Vendin e tij e zuri një fytyrë e re, Pandeli Majko, një ndër ata që dikur kishin qenë vetë student në ditët e dhjetorit, tani i ngjitur në majën e pushtetit. Kështu, vdekja e njërit prej liderëve të lëvizjes studentore solli në krye të qeverisë një tjetër njeri të dalë nga e njëjta lëvizje, por nga ana tjetër e murit politik. Rrota e historisë bëri një kthes të beftë dhe balancat e pushtetit u zhvendosën brenda pak ditësh. A nuk është pikërisht kjo zemra e enigmës që na ndjek që në fillim, se kush përfitoi vërtet nga ajo natë shtatori? Sepse ja, brenda 2 javësh nga vdekja e Azem Hajdarit, një qeveri kishte rënë dhe një tjetër kishte ardhur në vend të saj. Imazhi i Shqipërisë në sytë e botës mori një goditje të rëndë nga ato ngjarje. Vetëm një vit e gjysmë më parë, vendi kishte kaluar në trazirat e mëdha të vitit 1997, kur rënja e skemave mashtruese të parave kishte sjellë kaos në gjithë territorin. Tani, me kryengritjen e shtatorit të 98-s, plaga e brishësisë shqiptare u rihap para syve të gjithëve. Kancelarit e huaja shinin me shqetësim një vend që dukej se nuk gjente dot qetësi, ku çdo krizë politike kërcënonte të kthehej në dhunë të hapur. Dhe në qendër të gjithë kësaj qëndronte ende, pa përgjigje, pyetja e madhe: kush e kishte vrarë Azem Hajdarin dhe pse? Sepse pa atë vrasje, asgjë nga ajo që pasoi nuk do të kishte ndodhur. Ajo natë shtatori ishte bërë guri i parë një ortek që rrëzoi gjithçka në rrugën e tij. A mund të ishte e gjitha vetëm rastësi, apo dikush e kishte llogaritur saktësisht se çfarë do të sillte vdekja e simbolit në një vend kaq të ndezur? Drejtësia, megjithatë, nuk mund të rrinte e heshtur përballë një vrasjeje që kishte tronditur gjithë kombin. Kështu nisi rrugëtimi i gjatë i asaj që u quajt dosja Hajdari, një nga proceset gjyqësore më të ndjekura dhe më të diskutuara në historinë e re të vendit. Gjyqi ushtri në 10 seanca, 65 gjithsej, një numër që vetë tregon se sa e ndërlikuar ishte çështja dhe sa shumë fije duhej të zbërtheheshin. Në bankën e të akuzuarve u ulën emrat që hetimi i kishte nxjerrë si përgjegjës. Njeriu që gjykata e cilësoi si autorin që shkrepi armën, Yahomul Osmani, u dënua me burgim të përjetshëm, dënimi më i rëndë që njeh ligji. Por emri që do të tërhiqte më shumë vëmendjen e publikut ishte një tjetër, sepse ai lidhej drejt për drejt me majat e pushtetit. A nuk është gjithmonë kështu, që sa më lart të çojnë fijet e një krimi, aq më e vështirë bëhet që e vërteta të dalë e plot në dritë? Ai emër ishte Izet Haxhia, njeriu që dikur kishte qenë truproja personal i liderit të opozitës, Sali Berishës. Sipas akuzës dhe vendimit të gjykatës, ishte pikërisht ai që, përmes asaj telefonate fatale, e kishte nxjerrë Azemin nga zyra e tij pak para se gjithçka të ndodhte. Izet Haxhia u dënua fillimisht në mungesë, sepse kishte arratisur nga vendi, duke u strehuar për vite me radhë jashtë kufive, kryesisht në Turqi. Vetëm shumë vite më vonë, në vitin 2018, ai u kthye i ekstraduar për t'u përballur me drejtësinë shqiptare. Gjyqi i tij i rishikuar e dënoi me 21 vjet burgim, një vendim që u la në fuqi edhe pas ankimimeve. Gjatë gjithë kohës, Izet Haxhia e mohoi me këmbëngulje fajsinë e tij, duke pretenduar se ishte viktimë e një komploti dhe se e vërteta ishte krejt ndryshe nga ajo që thoshte akuza. Dhe ai bëri diçka që do ta mbante gjallë polemikën për vite me radhë.
kërkoi vazhdimisht që në sallën e gjyqit të vinte për të dëshmuar pikërisht njeriu që ai dikur e kishte ruajtur, Sali Berisha. A nuk ishte kjo një kërkesë që ngrinte mbi gjithçka një pyetje shqetësuese, se çfarë dinte vërtet ai njeri dhe pse e konsideronte aq të rëndësishme dëshminë e tij? Edhe të tjerë u dënuan në kuadër të asaj dosjeje. Vëllai i Izet Haxhis, Ismet Haxhia, mori një dënim me 20 vjet burgim, i lidhur sipas gjykatës me udhëtimin nga Tropoja drejt Tiranës bashkë me njërin prej personazheve kyç të asaj nate. Ai e vuajti dënimin dhe më vonë doli i lirë. Një tjetër emër i së njëjtës familje, Isamedin Haxhia, u dënua vetëm për një çështje që lidhej me armë të palishme, jo për vetë vrasjen. Kështu, pak nga pak, gjykata ndërtoi tablon e saj zyrtare të asaj që kishte ndodhur atë natë shtatori. Por sa herë drejtësia jep një vendim, ajo i jep formë vetëm asaj që mund të provohet në sallën e gjyqit, jo domosdoshmërisht gjithë së vërtetës që fshihet pas një krimi. Dhe pikërisht këtu nis pjesa më e errët dhe më e diskutueshme e gjithë historisë. Sepse motivi, arsyeja e vërtet pse u vra Azem Hajdari, mbeti deri në fund një lëngsh i pasgjidhur. A mund të quhet vërtet e mbyllur një çështje, kur dënohen duart që kryen veprën, por arsyeja që e vuri atë vepër në lëvizje mbetet në hije? Në vitin 2002, gjykata bëri diçka që shumë kush nuk e priti dhe që e ndezi sërish debatin. Ajo e riklasifikoi motivin e vrasjes. Në vend që ta trajtonte si një vrasje të kryer për shkak të cilësisë së Azem Hajdarit si deputet, pra si një atentat me motive politike, gjykata e kategorizoi atë si një vrasje me motive të dobta, të lidhur me një hakmarrje, me një llogari të vjetër gjaku midis njerëzve të maleve. Me këtë vendim, betejë e madhe politike e kryeqytetit u zhvendos zyrtarisht në planin e dytë dhe në plan të parë doli kodi i lashtë i gjakut. Por shumë kush nuk e pranoi kurrë këtë version. Si mund të ishte thjesht një hakmarrje malore vdekja e njeriut më politik të vendit, pikërisht në çastin kur lufta për pushtet kishte arritur kulmin, pikërisht në një mënyrë që solli rënien e një qeverie brenda pak ditësh? Për shumë vëzhgues, riklasifikimi i motivit ishte vetja një mënyrë e përshtatshme për ta larguar vëmendjen nga pyetjet e mëdha që askush nuk donte t'i prekte. A ishte vërtet drejtësi ajo që u dha, apo një e vërtet e zgjedhur me kujdes që linte në hije gjithçka tjetër? Vitet kaluan, por pyetja kurrë nuk u shua. Përkundrazi, nga larg, nga vendi ku kishte qëndruar i arratisur, Izet Haxhia hodhi akuza që e tronditën sërish opinionin publik. Ai pretendoi se dora që kishte urdhëruar vrasjen nuk duhej kërkuar te qeveria e atëhershme, te armiku politik i dukshëm, por shumë më afër, brenda vet kampit ku Azemi besoi se ishte mik. Sipas pretendimeve të tij, që mbeten gjithmonë vetëm pretendime të pavërtetuara, urdhri kishte ardhur nga maja e opozitës dhe nga drejtuesi i atëhershëm i shërbimit sekret të shtetit, me qëllimin për të rrëzuar qeverinë në fuqi përmes kaosit që do të pasonte. Ai pohoi madje se i ishte ofruar një shumë e madhe parash që të dëshmonte në një drejtim të caktuar. Të gjitha këto akuza, duhet thënë qartë, nuk u vërtetuan kurrë në asnjë gjykatë dhe njerëzit që ai akuzonte i hodhën poshtë me forcë si shpifje të një njeriu të dënuar që kërkonte të shpëtonte veten. Por ato akuza e mbajtën gjallë dyshimin, atë krim të vogël që një herë i futur në mendje nuk del më. A nuk është pikërisht kjo tragjedia e madhe e kësaj historie, që pas kaq vitesh ende nuk dim të themi me siguri kujt t'i besojmë? Nga ana e tij, njeriu që Izet Haxhia e akuzonte, lideri historik i opozitës Sali Berisha, e hodhi poshtë gjithmonë çdo përgjegjësi në vdekjen e Azem Hajdarit. Ai këmbënguli se prapa atij krimi qëndronte qeveria e atëhershme dhe kurrë nuk u dënua nga drejtësia për vetë vrasjen. Edhe familja e përfolur në lidhje me hakmarrjen malore, familja Haklaj, i quajti akuzat ndaj saj si shpifje, si një përpjekje për t'i ngarkuar fajet e të tjerëve. Kështu, çdo palë akuzonte tjetrën, çdo zë mohonte fajin e vet dhe e hidhte atë diku tjetër, dhe mes gjithë këtyre zërave kundërshtues, e vërteta e plot mbeti e varrosur thellë. Ndoshta ajo e vërtet e di vetëm një grusht njerëzish, disa prej të cilëve sot nuk janë më në këtë botë. Ndoshta ajo është shkruar diku në fletë që humbën, ose nuk u shkrua kurrë askund, e mbetur vetëm në kujtesën e atyre që zgjodhen të heshtin. Sa e dhimbshme është të mendosh se një familje e tërë jeton ende pa një përgjigje të qartë për pyetjen më të thjeshtë dhe njëkohësisht më të rëndë. Pse? Koha, ajo që merr gjithçka me vete, mori edhe disa nga protagonistët kryesor të kësaj drame. Vet Fatos Nano, kryeministri që u akuzua në atë funeral dhe që u detyrua të largohej nga pushteti pas atyre ngjarjeve, u nda nga jeta në vjeshtën e vitit 2025 në moshën 73 vjeçare.
Ai u largua nga kjo botë pa u zbardhur kur plotësisht e vërteta e asaj nate shtatori, duke e marrë me vete çdo gjë që mund të dinte. Kështu, një nga zërat që mund të kishte hedhur dritë mbi enigmën heshti përgjithmonë, ashtu siç kanë heshtur një nga një edhe të tjerë që e jetuan atë kohë. Çdo vit që kalon merr me vete edhe një copë të mundësisë që e vërteta të dalë ndonjëherë e plodh. Dhe ndërsa dëshmitarët largohen një nga një, pyetja mbetet e ngrirë në kohë, e pandryshuar, e pamëshirshme. A do të vi vallë ndonjëherë dita kur dikush do të thotë gjithçka pa frikë, apo e vërteta do të largohet bashkë me të fundit prej atyre që e dinë? E megjithatë, ndërsa misteri rreth vdekjes së tij mbeti i pasgjidhur, kujtimi i Azem Hajdarit nuk u shua kurrë. Vendi që ai e kishte dashur aq shumë nuk e harroi. Pak ditë pas vdekjes, atij ju dha titullin deri i qytetit të Tiranës, një shenjë e vogël mirënjohjeje për gjithçka që kishte dhënë. Vite më vonë, presidenti i vendit e nderoi me një nga dekoratat më të larta shtetërore, atë që mban emrin e heroit kombëtar, Skënderbeu. Në vendin ku gjithçka kishte nisur, në qytetin studentor ku ai dikur kishte ngritur zërin para turmës së studentëve, u vendos një bust që e kujton përjet atë mëngjes dhjetori kur një djalë nga malet u bë zëri i një brezi. Dhe çdo vit, kur vjen data 8 dhjetor, dita e rinisë, emri i tij përmendet sërish, si një kujtim që nuk lejohet të harrohet. A nuk është kjo, në fund të fundit, fitoria e vetme e vërtet mbi vdekjen, që një njeri të mbetet i gjallë në kujtesën e popullit të vet shumë kohë pasi është ndarë prej tij? Jeta vazhdoi edhe për familjen që ai la pas. Djali që Fatmira mbante nën zemër atë shtator erdhi në jetë pak muaj më vonë dhe u rrit pa e njohur kur të atin, vetëm me tregimet e të tjerëve për njeriun që kishte qenë baba i tij. Vajza e tij, Rudina, ndoqi më vonë rrugën e angazhimit publik dhe u bë vetë deputete, duke çuar përpara në një farë mënyre atë zë që ju hoq familjes atë natë. Kështu, gjaku dhe kujtimi i Azem Hajdarit vazhduan të jenë të pranishëm në jetën politike të vendit, edhe pse vetë ai nuk ishte më. Por asnjë nder, asnjë buzë dhe asnjë vazhdimsi familjare nuk mund të mbushte boshllëkun e vërtet, mungesën e një përgjigjeje. Sepse mbi gjithë kujtimet e bukura dhe nderimet e merituara, vazhdon të rëndoj pyetja që nuk ka gjetur kurrë qetësi. A mund të prehet vërtet në paqe kujtimi i një njeriu, kur arsyeja e vërtetë e vdekjes së tij mbetet ende e mbyllur në errësirë? Po çfarë mbeti vërtet pas tij, përtej dosjeve të gjyqit dhe titujve të nderit? Vdekja e Azem Hajdarit nuk ishte thjesht humbja e një njeriu, sado i madh të kishte qenë ai. Ajo ishte një moment që ndryshoi përgjithmonë peizazhin e brendshëm të jetës politike shqiptare, sepse me të u largua një lloj i caktuar lideri që nuk u përsërit më kurrë në të njëjtën formë. Azemi i përkiste asaj race të rrallë burrash që dalin vetëm në çastet e mëdha të historisë, kur një popull ka nevojë për një zë që të mos ketë frikë. Ai nuk ishte njeri zyrash dhe marrëveshjesh të fshehta, ai ishte njeri sheshesh dhe fjalimesh të zjarta, njeri që e tërhiqte forcën nga turma dhe ia kthente turmës shumë fish. Kur ai u shua edhe një mënyrë të bërit politik me pasion të hapur dhe pa llogari. Brezi që erdhi pas tij ishte më i kujdesshëm, më i matur, më i mësuar me kompromiset e ftohta të pushtetit. A nuk humbet vallë çdo komb diçka të çmuar, kur njerëzit që dinin të digjeshin për një ide zëvendësohen nga ata që din vetëm të llogarisin? Trashëgimia e dhjetorit, ajo flak që Azemi e kishte ndezur bashkë me shokët e tij student, mbeti një pasuri për të cilën të gjithë donin të pretendonin pronësinë. Pas vdekjes së tij, shumë zëra u ngritën për të thënë se ishin pikërisht ata vazhduesit e vërtet të frymës së asaj lëvizjeje. Politikan nga të dyja anët e murit, disa që kishin qenë vetë pjesë e atyre ditëve dhe disa që as nuk ishin afër atëherë, e përdorën emrin e dhjetorit dhe kujtimin e liderit të rënë si një flamur që u jepte legjitimitet. Kjo është një ironi e hidhur që e shoqëron çdo simbol pasi ai largohet, të gjallët fillojnë të grinden mbi kujtimin e tij, secili duke e tërhequr nga ana e vet, derisa figura e vërtetë e njeriut zhduket në mpeshën e interpretimeve. Azem Hajdari u bë kështu njëkohësisht i pranishëm kudo dhe i pakapshëm askund, një emër që përmendej në fjalime e përkujtime, por kuptimi i vërtet i të cilit shpesh humbiste mes përdorimeve të tij politike. A mbetet vallë i lirë ndonjëherë kujtimi i një heroi, apo ai bëhet përgjithmonë pengu i atyre që mbeten gjallë pas tij? Ndoshta pyetja më e thellë që ngre gjithë kjo histori nuk ka të bëjë vetëm me një natë shtatori, as vetëm me një emër apo një dosje. Ajo ka të bëjë me vetë mënyrën se si një shoqëri zgjedh të ndërtojë rendin e saj. Atje ku ligji është i fortë, ku institucionet janë të pavarura dhe e vërteta nuk i friksohet pushtetit, ngjarje të tilla zbardhen herët avon, sepse asnjë dorë nuk është aq e fuqishme sa të mbajë përgjithmonë mbyllur një të vërtetë.
Por atje ku ligji përkulet, ku drejtësia ndikohet nga ata që duhet të gjykonte, dhe ku frika është më e fortë se kurioziteti, të vërtetat e mëdha mbeten të varrosura për breza të tërë. Historia e Azem Hajdarit është, në një kuptim më të gjerë, historia e një vendi që po mësonte me mund dhe me dhimbje se sa e vështirë është rruga drejt një shteti ku çdo jetë njeriu vlen njësoj para ligjit. A e ka mësuar vërtet ende ai vend këtë mësim, apo hijet e atyre viteve vazhdojnë të rëndojnë edhe mbi ditët e sotme? Dhe kështu arrim në fund të kësaj historie, që në të vërtetë nuk ka një fund të vërtetë, sepse pyetja kryesore mbetet ende pa përgjigje. I gjithë rrëfimi që kemi ndjekur së bashku na ka çuar nga mëngjesi i ndritur i dhjetorit, kur një djalë nga malet u bë zëri i lirisë, deri në mbrëmjen e erët të shtatorit, kur ai u shua në pak metra rrugë. Kemi parë dokumente që dolën në dritë dhe fletë që humbën, akuza që u hodhën dhe u mohuan, dënime që u dhanë dhe motive që u ndryshuan, një qeveri që ra dhe një tjetër që u ngrit mbi rënojat. Dhe në qendër të gjithçkaje, ende e pacenuar, qëndron pyetja me të cilën nisëm: kush përfitoi vërtet nga vdekja e Azem Hajdarit? Sepse në botën e ftohtë të pushtetit, vrasja e një simboli rrallë është thjesht fundi i një njeriu. Më shpesh, ajo është fillimi i diçkaje tjetër, hapja e një dere që dikush kishte kohë që e priste. Mendoni edhe një herë, brenda pak ditësh nga ajo natë, balancat e pushtetit u zhvendosën, një kryeministër u largua, një tjetër erdhi në vend të tij. A ishte e gjitha vetëm një varg rastësisht tragjike, apo një plan i menduar ftohtë nga duar që mbetën përgjithmonë në hije? Ndoshta nuk do ta mësojmë kurrë të vërtetën e plotë. Ndoshta ajo do të mbetet përjetë e varrosur në shtresat e akuzave, mohimeve dhe fletëve që humbën. Por ka diçka që historia e Azem Hajdarit na e mëson me siguri të plotë, se kur një shoqëri nuk arrin të japë përgjigje pyetjeve të veta më të dhimbshme, ato pyetje nuk zhduken. Ato mbeten aty, të varura mbi ndërgjegjen e përbashkët, duke pritur me durimin e gurit ditën kur dikush do të ketë guximin t'i shohë në sy. Azem Hajdari u nda nga kjo botë 35 vjeç, në kulmin e forcës, pranë shtëpisë së partisë që e kishte ngritur me ëndra për një vend më të mirë. E vërteta për vdekjen e tij ende flet diku, e heshtur, e palvizur, duke pritur. Dhe ndoshta pyetja e fundit që duhet të bëjmë nuk është thjesht kush e vrau, por diçka shumë më e thellë. Pse, pas kaq vitesh, ne ende kemi frikë ta dimë të vërtetën? Çfarë është ajo që mbahet ende e fshehur, dhe kush vazhdon edhe sot të përfitojë nga heshtja jonë?